Akhlain mang tamang. Anjir? Anjir, nane tamang euy. Një punëtor fabrike vendosi të filmonte veten gjatë turnit të tij të natës, pa imagjinuar kurrë se do të kapte diçka që e tmerron edhe sot. Ndërsa kryente detyrat e tij rutinë në heshtjen e orëve të para të mëngjesit, një pranim binatyrore u shfaq pas tij. Pamjet tregojnë qartë një shfaqje me pamje kadaverike që e vëzhgon nga reflektimi një sipërfaqeje xhami, me tipare që sfidojnë çdo shpjegim racional. Sytë e saj shkëlqenin me një dritë jo natyrale dhe shprehja transmetonte një ligësi të prekshme, duke mbushur ambientin me një ndjenjë të thellë frike dhe pasigurie. Një kamer sigurie në një treg lokal plot gjallëri kapi diçka që sfidon çdo shpjegim logjik. Mes blerësve të mëngjesit, shitësve që bërtisnin ofertat e tyre dhe kaosit pipik të një dite tregtie intensive, u shfaq një figurë që nuk duhej të ishte aty. Kjo pranim binatyrshme, e mbështjell plotësisht me pëlhura të bardha si një mumje e lashtë, u materializua në heshtje pra një tregtari që po rregullonte mallrat e tij, krejtësisht i pavetëdijshëm për qenjen që qëndronte mbi të. Entiteti mbeti i palëvizshëm për disa sekonda, sikur të ishte pjesë e inventarit të tezgës, duke vëzhguar aktivitetet e zakonshme të tregut me një durim që nuk i përket kësaj bote. Asnjë reagim, asnjë lëvizje e dukshme, vetëm prania e ftohtë dhe e panatyrshme që dukej sikur sfidonte vetë realitetin. Duke dëgjuar zëra të çuditshëm brenda shtëpisë së saj ndërsa elektriciteti ishte i fikur, kjo grua që jetonte vetëm shkoi menjëherë të kontrollonte dhe zbuloi çfarë ndodhi. U regjistrua me shumë qartësi një figurë frikshme e ulur mbi dollap. Figura u kthyele për të parë gruan dhe më pas menjëherë ndoqi atë. Pamja e saj e tmerrshme dhe lëvizja e shpejtë shkaktuan panik dhe frikë të thellë tek gruaja. Ky incident i pazakont i la shikuesit pa frymë, duke krijuar një ndjenjë të fortë ankthi dhe tmerri në atë moment. Dy gra që po eksploronin komoditetet e apartamentit të tyre të ri, zbuluan se disa pasqyra mund të tregojnë më shumë se sa fizikisht duhet të reflektojnë. Kur hapën derën e banjës për të dokumentuar pajisjet, pasqyra zbulua praninë e një figure femërore që nuk korrespondonte me asnjërin nga banoret reale të hapësirës. Shfaqja e karakterizuar nga veshje të bardha të pastra dhe një flok që shtrihej përtej kufive anatomik normal, dukej pothuajse i gjallë dhe tërësisht e ndërgjegjshme për praninë e dy grave, duke krijuar një ndjesi të thellë frike dhe shqetësimi që e bëri atë të dyshojë për realitetin e mjedisit të saj të përditshëm. Një kamer sigurie në një dhomë familjare regjistron një ngjarje të çuditshme me një fëmijë që po luante vetëm. Në video shihet qartë si fëmia papritmas nrihet në ajër pa ndijem. Pas pak, trupi i tij bie me forcë në tokë, duke bërë që të qajë nga dhimbja dhe frika. Pamja e çuditshme dhe e papritur trondit shikuesin dhe krijon një ndjesi tmerri të fortë. Të gjithë veprimet janë kapur qartë nga kamera, duke lënë një ndjesi të pazakontë dhe shqetësuese. Një burr përjetoi një nga netët më të frikshme të jetës së tij, kur energjia elektrike e shtëpisë u ndërpret papritur, pa asnjë shpjegim, duke zhytur banesën në një errësirë totale që dukej sikur kishte jetë më vete. Nga thellësitë e bodrumit filluan të dëgjoheshin tinguj që nuk përkonin me asnjë zhurmë shtëpiake të njohur. Zëra pëshpëritës, hapa të zvarritur dhe vajtime të mbytura që depërtonin përmes dyshemes, sikur vetë struktura e shtëpisë të rrënkonte nga dhimbja. Ajo që zbuloi në bodrum te i kaloi mahthet e tij më të këqija,
një figurë me kapuç, me tipare fytyre që i përkisnin një plake, por të shtrembëruara në mënyra groteske dhe çnjerësore, fshihej mes hijes së shtëpisë së tij. A jeni dakord që entitetet e mbështjella me qefine mortore janë forma më e frikshme e manifestimeve mbi natyrore? Një eksplorues nate përballet me një makth të gjallë, kur një figurë spektrale del nga pemët, duke lëvizur kokën në mënyrë shqetësuese, sikur ta ftonte të afrohej. Një eksplorues urban u aventurua në një ndërtesë të braktisur në Kinë, duke kërkuar të kapte imazhe të dekadencës dhe harresës. Gjatë ecjes së tij nëpër dhomat e zbrasta, vëmendjen e tij e tërroqi një objekt që qëndronte vetëm në njërin prej dhomave, një kukull dukshëm me pafajshme. Kur ju afrua për ta shqyrtuar më afër, pa se kishte për të përjetuar diçka që do të thyente arsyen e tij. Kur përpiqej ta ngrinte kukullën për ta parë më mirë, objekti i pa animuar pësoi një transformiv grotesk. Nga sytë e kukullës filloi të rrithte një lëng karmazh që derdhej si lot gjaku, duke krijuar një spektakël makabër që e bëri eksploruesin të tërhiqej. Çfarë do të shihni më poshtë janë videot korporative të një kompanie mirëmbajtjeje, të cilat kanë kapur diçka jashtëzakonisht shqetësuese dhe të pashpjegueshme. Punonjësit po realizonin një inspektim rutinë të ndërtesës dhe në një moment duket që vërejtën një krijesë të errët dhe të çuditshme që ishte fshehur brenda ambienteve të ndërtesës. Pamjet tregojnë vetëm një siluetë të paqartë, por prania e saj shkaktoi një ndjenjë të thellë frike tek të gjithë të pranishmit. Për punonjësit, më e tmerrshmja është fakti që kjo krijesë kurrë nuk u kap dhe as nuk u afrua lehtësisht. Ata përpiqeshin të identifikonin se çfarë mund të ishte. Disa mendonin se mund të ishte një kafshë rrallë, ose cila kishte arritur të fshihej me mjeshtëri, ndërsa të tjerët dyshonin se mund të ishte thjesht një montazh i ndërtuar me kujdes. Megjithatë, ndjenja e pasigurisë mbeti e pranishme gjatë gjithë kohës dhe pamjet vazhdojnë të shqetësojnë ata që i shohin. Pavarësisht nga origjina e vërtetë e krijesës, ky material ka lënë shikuesit duke pyetur veten se çfarë mund të ekzistojë në vendet që zakonisht mendojmë se janë të sigurta dhe të zakonshme. Tani është çështje e çdo shikuesi të vendosë nëse ka të bëjë me një dukuri reale, një gjallësë të pazakontë apo thjesht një efekt vizual të krijuar me qëllim. Pamjet nuk japin asnjë përgjigje të qartë, vetëm një ndjenjë të thellë frike dhe kureshtjeje. Në korrik të këtij viti, një taksist po kalonte qetësisht rrugët e qytetit të tij, kur papritmas ndodhi diçka shumë shqetësuese. Aty atë natë, po kaloni një pjesë të rrugës mjaft të çuditshme, ku u friksuan plotësisht dhe gjithçka u regjistrua nga kamerat e sigurisë të makinës. Të gjithë në automjet u kapën nga paniku, kur papritmas një grua e çuditshme veshur me të bardha u shfaq duke endur në mes të rrugës së errët dhe të braktisur. Shoferi foli për atë që ndodhi, duke thënë se gjatë më shumë se 20 vitesh pune si taksist, nuk ishte parë kur një ngjarje kaq të çuditshme dhe shqetësuese. Ai beson se kjo mund të jetë një shfaqje e vërtetë e një fantazme. Një burr që ndodhej për gjueti në një zonë të izoluar, vuri re diçka të çuditshme brenda një grope në tokë dhe vendosi ta regjistrojë me kamerë. Fillimisht dukej sikur nuk ishte asgjë të pazakontë, por pas pak sekondash ndodhi diçka e frikshme. Nga brendësia e vrimës doli një figurë e errët dhe kërcënuese që filloi ta ndjek. I pushtuar nga paniku, burri u kthye dhe nisi të vrapojë pa u ndalur, duke mos guxuar të shikonte më pas nga frika e asaj që e ndiqte.
Një banor që ndodhej në një fushë me kallam sheqeri gjatë natës, u befasua nga shfaqja e një gruaje të veshur me të bardha, për të cilën dyshoi se ishte një kuntilanak. Figura duke qartë mes shkurreve, pra një palme kokosi, duke qëndruar plotësisht e palëvizshme. Errësira përreth dhe heshtja e natës e bënin skenën edhe më shqetësuese. Burri, i bindur se nuk kishte frikë, vendosi t'i afrojë asaj figure misterioze. Teksa ecte më pranë, ai filloi ta fyente me zë të lartë, sikur po përpiqej të provonte guximin e tij ose të largonte frikën që mund ta kishte fshehur brenda vetes. Megjithatë, sa më shumë afrohej, aq më e pazakont dukej prania e saj. Figura nuk reagoi në asnjë mënyrë, duke e bërë situatën edhe më të tensionuar dhe duke lënë të hapur dyshimin se përballë tij mund të ishte diçka që nuk i përkiste botës normale. Një nën ngrihet papritmës dhe dridhet nga frika kur sheh fytyrën e djalit të saj që shndërrohet në diçka jashtëzakonisht të frikshme dhe me sjellje të çuditshme. Ajo vëzhgon me kujdes çdo lëvizje, e paralizuar nga tmerri. E gjitha është regjistruar qartë nga kamera. Fytyra e fëmijës papritmës bëhet shumë e zbehet dhe e frikshme, me shprehje dhe lëvizje të panatyrshme. Nëna e shqetësuar, duke parë këtë fenomen të pazakont dhe të pashpjegueshëm, fillon të dyshojë se një entitet i ligë ke pushtuar trupin e fëmijës së saj. Ajo nuk mund të bëjë asgjë tjetër, qëndron e ngrirë dhe e paaftë të reagojë. Përjeton tmerrin në heshtje, duke ndjerë një pasiguri dhe ankth të thellë për çfarë po ndodh para syve të saj. Në vitin 2008, një djalë i quajtur Chisel, 27, po përballej me ngjarje jashtëzakonisht të frikshme në shtëpinë e tij. Qeni i tij, Phoebe, po sillte sjellje të çuditshme. Ajo lehtësohej duke lehtur, fshihej nën krevat dhe refuzonte ushqime që më parë i pëlqenin, ndërsa shikonte drejt ajrit si të shihte diçka që askush tjetër nuk mund ta shihte. Chisel e kuptoi menjëherë se diçka nuk ishte në rregull, sepse kjo nuk ishte hera e parë që ndodhnin gjëra të tilla. Pastaj filloi të dëgjonte trokitje dhe zhurma të forta që vinte nga dhoma e lartë dhe zemra i rrithte me shpejtësi. Ai mori kamerën dhe u ngjit vetëm, duke u përballur me tmerrin e çdo hapi. Sa më shumë që afrohej, zhurmat bëheshin më të forta dhe dhoma e lartë ishte e mbushur me kuti, barela dhe mbeturina të ndryshme. Papritmës, një kapak bari që i kuq ra vet dhe rrokullisi nëpër dysheme, pa asnjë shpjegim. Drita filloi të pulsoj çuditshëm, shuar dhe ndizet vetvetiu. Trokitjet e tjera tingëllonin përreth tij dhe nuk kishte erë, kafsh apo shpjegim tjetër. Chisel lëvizte kamerën në mënyrë të çmendur, duke regjistruar çdo lëvizje dhe kaos në kohë reale. Zëri i tij dridhej nga frika e pastër. Materiali i papërpunuar është parë nga miliona njerëz gjatë viteve dhe diskutimet për këtë ngjarje nuk ndalen. Disa besojnë se ishte një poltergeist i vërtet, të tjerë se ishte një manipulim i zgjuar i kamerës. Sjellja e qenit Phoebe, frika e vërtet dhe lëvizjet e pamundura të objekteve vazhdojnë të tmerrtojnë njerëzit edhe sot, duke bërë këtë episod të njohur dhe të diskutueshëm për fenomenet paranormale. Tre burra që po luanin në pyll gjatë natës u habitën dhe u friksuan thellësisht kur pan shfaqjen e tmerrshme që u shfaq papritmas pas tyre. Në videon e regjistruar, duket qartë një pokong shumë i çuditshëm dhe i frikshëm, i cili lëvizte në heshtje dhe dukej sikur i shikonte me sy të errët. Pasi kuptuan se nuk ishte thjesht një hije apo iluzion, ata u friksuan maksimalisht. Nuk prisnin që një gjë e tillë të shfaqej në pyll, duke i lënë të shokuar. Pa u menduar shumë, burrat dolën vrap duke u larguar nga vendi, të tmerruar nga prania e pazakontë dhe e frikshme e këtij pokongu, duke treguar se situata ishte jashtë çdo kontrolli.
Duke ndjerë se ajo që po shihte përpara tij ishte një kundilanak, ky burr u përpoq ta regjistronte me njëherë, dhe kjo ishte ajo që ndodhi më pas. E regjistruar qartë, figura që mendohet të jetë një kundilanak lëvizte mbi shtëpinë e njërit prej banorëve, duke fluturuar në ajër në mënyrë të pazakontë dhe shqetësuese. Atmosfera e natës, errësira dhe mungesa e zhurmave të zakonshme shtonin tensionin dhe frikën. Pak më vonë, nga drejtimi i saj, u shfaq një shkëndijë e madhe zjarri, e cila zhdukej po aq shpejt sa u shfaq. Mendohet se kjo mund të ketë ndodhur për shkak se kuntilanaku goditi një tel elektrik, duke shkaktuar një ngjarje të papritur dhe të frikshme. Video tregon qartë praninë e saj të pazakontë dhe tmerrin që shkaktoi tek banorët. Odangolodin po regjistronte një video të zakonshme për TikTok, duke ju përgjigjur komenteve rreth çmimit të shitjes së shtëpisë së tij, e cila ishte e njohur në lagje për aktivitetet e saj të vazhdueshme paranormale. Ndërsa ai shpjegonte para kameras detajet e pronës dhe përvojat e çuditshme që kishte përjetuar atje, diçka e jashtëzakonshme po ndodhte pas tij, plotësisht jashtë dijenisë së tij. Kamerat kapën praninë e një figure femërore të veshur me rroba të bardha tradicionale e ulur qetësisht në një karrige në sallon, sikur të ishte një banore tjetër e shtëpisë. Shfaqja ishte aq e qartë dhe detajuar sa dukej pothuajse e prekshme, por zgjati vetëm disa sekonda përpara se të zhdukej plotësisht, duke lënë pas vete vetëm mister dhe frikë. Videoja më poshtëm i përket kanalit Om Maman Man. Gjatë një eksplorimi nate, krijuesi vendosi të futet vetëm në një pyll të dendur dhe të kampojë në një shi të rrëmbyrshëm. Ai ngriti tendën e tij në një hapësirë të izoluar dhe përgatiti gjithçka për natën, duke vendosur kamerën e sigurisë për të regjistruar çdo lëvizje të pazakontë. Ndërsa pushonte brenda tendës, dëgjoi zhurma të çuditshme, sikur dikush po gërmonte dhe po lëvizte dheu shumë afër. Zemra i rrihte me shpejtësi ndërsa shikonte me kujdes kamerën e vendosur. Pa pritmas, kamera kap një dukuri që tmeron. Një qenie me pamje poçong shfaqet duke u hedhur mbi tendën e tij, lëvizjet e së cilës ishin të çrregullta dhe të paparashikueshme nën stuhi. Shiu godiste me forcë tendën dhe zhurmat e forta të ujit dhe erës shtonin tensionin. Fryma e ngushtë dhe errësira e pyllit bënin gjithçka më të frikshme, duke e bërë ngjarjen të duket reale dhe të paqartë. Kamera regjistronte çdo kërcim dhe çdo lëvizje të çuditshme të qenies, duke e dokumentuar tmerrin në detaje. Pamjet më pas u shpërndan dhe shkaktuan diskutime të shumta midis shikuesve, të cilët pyetnin nëse ky poçong ishte një fenomen i vërtet apo një trillim i zgjuar. Çdo detaj i kapur nga kamera duket i frikshëm dhe jo shqetësues, duke e bërë këtë video një nga më të tmerrshmet për çdo spektator. Ky incizim shfaq natyrën e papritur dhe të rrezikshme të pyllit natën, duke lënë një ndjenjë të thellë pasigurie dhe frike. Një tjetër video tronditës u regjistrua nga një gjuetar fantazmash në Kalimantan. Ai vendosi të hynte në një pyll të ndaluar, i njohur për legjendat e tij të errta dhe misteret që rrethojnë vendin. Me vete mbante peshk të thatë si ofrues, me qëllim të tërhiqte entitetet atij vendi. Ndërsa tymi ngrihej ngadalë mbi tokë, papritmas një figurë me flokë të bardhë dhe sy të ndritshëm u shfaq me spembe, duke shkaktuar një ndjenjë tmerri dhe pasigurie të menjëhershme. Kamera e kapte qartë çdo lëvizje të saj, para sa ai të bërtiste dhe të ikte i trembur, i kapur nga paniku. Atmosfera ishte e dendur, duke e bërë çdo tingull të duket i dyshimt, dhe hapat e tij të shpejt binin në kontrast me heshtjen e pyllit. Ky incident ilustron fuqinë e misterit dhe frikës që mund të ndodhin kur dikush guxon të hyjë në një vend të shenjtë ose të frikshëm, ku legjendat lokale ende mbahen gjallë dhe shfaqen në forma të papritura. Shikuesit mund të ndjejnë tensionin dhe pasigurinë që mbizotron në çdo moment të kësaj përvoje, ku natyra dhe prania e padukshme krijojnë një përzierje të pashembull frike dhe fascinacioni.
Ai mbetet një shembull i tmerrit të vërtet që mund të kapet në kamera, duke i lënë të gjithë që e shohin të tronditur dhe të menduar për forcat misterioze që mund të ekzistojnë përtej botës së dukshme. Në subredditin Crypted IQ, një përdorues me emrin Kenneth Primet 1577 ndau një video që ka tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve në internet. Pamjet tregojnë një ngjarje tepër të pazakontë që ndodh në një vendodhje të panjohur. Edhe pse nuk është e mundur të përcaktohet saktësisht se ku është regjistruar videoja, mjedisi duket se ndodhet pranë një shpelle ose një hapjeje shkëmbore natyrore. Që në fillim, pamja krijon një ndjesi misteri dhe pasigurie. Në video, shihet një krijesë me pamje të çuditshme që del ngadalë nga ajo që duket si hyrja e një shpelle. Figura është mjaft e gjatë, me trup të hollë dhe e mbuluar me një lloj qimesh të çelta, ndoshta të bardha. Shumë shikues besojnë se kjo mund të jetë një paraqitje e kriptidit të rrallë të njohur si Dogman. Një nga aspektet më interesante është mënyra se si lëviz krijesa. Sipas personit që ngarkoi videon, lëvizjet e kokës dhe ecja e saj duken disi të çrregullta dhe jo plotësisht të lëmuara, gjë që për disa e bën më pak të besueshme se është diçka e krijuar në mënyrë digjitale. Megjithatë, skeptikët nuk janë të bindur. Pa kontekst të qartë, është e vështirë të përjashtohet mundësia që të jetë një person i veshur me kostum, një skene inskenuar, apo edhe pamje të gjeneruara nga inteligjenca artificiale, ose CGI. Ata gjithashtu theksojnë se videoja është e shkurtër dhe e filmuar nga larg, çka e vështirëson vlerësimin e përmasave, ndriçimit dhe detajeve. Megjithatë, kombinimi i ambientit, përmasave të krijesës dhe mënyrës së pazakontë të ecjes vazhdon t'i lërë shumë njerëz të hutuar.